Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sigurisht tema kryesore e këtyre 2 javëve është protesta e qytetarëve shqiptar, e të rive, një protestë e cila nuk dim kush organizon, si organizohet, nuk ka një platformë politike, nuk ka një grup që tregoj se çfarë programi ka, ose çfarë kërkojnë. Unë nis për një incident, kemi diskutuar një incident shumë i rënd që ndodhi me tërheqjen zvarrt një protestuesi dhe rrethimi, rrethimi asaj zone me tela me gjëmba sikur të ishte burg, nuk është fare e normale dhe e rregullt. Pastaj mos thym ka ato të tjera që kush janë këta që hyn deri në det, rrethojnë edhe detin. Por megjithatë është shteti, qeveria, drejtoria përgjithshme e policisë i mori masat, shkarkoi gjithë zinxhirin e policëve dhe shefi i policisë Vlorës po ashtu u arrestuan edhe dy protestues, u arrestuan ato rojet e firmës private dhe ju hoq licenca e sigurimit të 2 firmave. Sigurisht kjo protest ka kalu jo vetëm Shqipërinë, po tashmë e çuditshme ka kaluar në kanalet e ndryshme europiane dhe ato amerikane. Jep CNN-i, e kanë quajtur revolucioni, japin RAI, japin ZDF-ja, japin pothuaj gjithë kanalet protestën që po bëhet në Shqipëri. Dhe ka kaluar edhe rëndësinë e kanalit Hormuzit, ku është e gjithë kriza botërore që ka krijuar kanali Hormuzit me pengimin që i bëhet naftës dhe lufta me Iranin. Megjithatë, një gjë duhet përgëzu qytetare në këtë protestë, që nuk ka pas asnjë incident dhe kanë qenë tepër paqësor. Pastaj po të hym ke gjua që përdoret, ke parrullat që hidhen, aty unë nuk mendoj që ka qytetari. Biles në shumë raste ka qenë një fjalor i nivelit ndje keq ta them, po uroj që t'jetë e pakët dhe mos përsëritet më i nivelit burgaxhive xhepist. Për këtë dhe për të tjera do diskutojmë Albatros Rexhen, analist shqiptar i Kosovës, por ajo që është me rëndësi do diskutojmë edhe si e shikon Albatros Rexha, duke qenë se jeton në të 2 anët e hapësirës shqiptare dhe është lindur e rritur në Kosovë, si e shikon pjesëmarrjen e vetëvendosjes të disa forcave të tjera në Kosovë, po ashtu në Maqedoni, në protestat në Shqipëri. A është kjo normale? A duhet fusin, duhet morin pjesë shqiptarët e Kosovës kur nuk janë votues në këtë vend, kur nuk vendosin asnjë gjë në këtë vend? Mos kemi një organizim që me gjithë të drejtën që kanë protestuesi shqiptarë për atë çka po ndodh me qeverinë dhe me kryeministin Rama për shumë gjëra, por a mos ndoshta kjo protestë do të na kthehet një bumerang dhe në një farë mënyre është kthyer. Sepse turizmi ka pasur anullime të grupeve turistike që do vinë dhe sigurisht ka një stepje për investime që mezi po i sillnim deri tani se Shqipëria nuk është qendra botës dhe ka një ngazëllim nga Greqia për këtë që po ndodh në Shqipëri, në Tiranë. Albatros Rexha, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Është me të vërtet kënaqësi që jeni në studion time dhe besoj se do të jetë hera e fundit. Albatros, për ta filluar me protestën dhe do ta vazhdoj me protestën kjo është. Si e shikoni ju këtë protestë? Një gjë do të thonë që protesta dëshmon një gjë që mendoj është pozitive, që shoqëria shqiptare është shoqëri vibrante, që nuk është shoqëri e fjetur, që nuk është namulli, që nuk janë njerëzit në gjumë, që këtu gjithmonë kam has një farë narrative që ky vend nuk bëhet, se njerëzit tu janë indiferent, janë flegmatik, më thet thashë budalliqe të tjera. Kjo protestë dëshmoj të kundërtën. Tash në anën tjetër,
këtu ka mendime pro dhe kontra, unë mendoj që sot më askush nuk po merret me atë incidentin burimor, cilin e përmend edhe ti në fillim, që është incidenti i asaj që ndodhi në Zvernec, tosh ajo gjë është harruar edhe ka kaluar në diçka tjetër. Në atë pjesën e parë. Megjithatë, incidenti mos ishte shkaku se kishte një pikë vlimi, një lloj dëshpërimit qytetarëve dhe kanë një lloj të drejtë shqiptarët për të protestu për arrogancën e pushtetit, për korrupsionin që i flitet, persepsioni. Ne jemi këtu në dojem kirurgjikisht i saktë. Në vendin ton operohet shumë me percepsione. Është percepcioni, vish pak se nëse do me folë me mu, do të qymë unë auto. Tanë unë e lë krejt, se kam ato që... Vazhdo, ke drejt. Në vendin tonë flitet shumë për percepcion, po percepcionet nuk janë fakte. Edhe arnëja për arsye pse ne dalim keq në ato farë anketa, studime që bëhen nga të huajt, është sepse ne flasim gjithçka. A ka korrupcion këtu? Ka. A ka shumë ka. Kush është i korruptuar? Gjithë janë korruptuar. Po konkretisht kush po ata larg, po kush i ka dhënë lek s'di. Ti ai ke dhënë, jo, po kam dëgjuar. Domthon, këtu përfundoni gjithmonë veti. Megjithatë që ka korrupcion, ka korrupcion. Dëgjoj tash. Korrupcion ka kudo në botë, i lirë. Domthon, edhe ka një gjë që duhet me bë dallimin, percepcioni mbi korrupsionin dhe korrupcioni si fakt. Tash, korrupcioni si fakt është diçka tjetër, percepcioni është diçka tjetër. Unë nuk mendoj që Shqipëria është më ndryshe se Maqedonia, nuk mendoj se Shqipëria është më ndryshe se Serbia, nuk mendoj se Shqipëria është më ndryshe se Malizi, nuk mendoj se Shqipëria është më ndryshe se Kosova, nuk mendoj se Shqipëria është më ndryshe se Greqia, nuk mendoj se Shqipëria është më ndryshe se Bullgaria, po hajti lëm këto të shkojmë në Malta. Nuk është më ndryshe se Malta, apo se Italia, apo diku tjetër. Domethënë, në këtë pikë ne jemi të njëjtë, unë mendoj. Ajo që dallon është vetdia qytetare për të kriju çështje. Në vendet caktuara, për shembull në BE, nëse një palë është e dëmtuar, por mund të marrë një shembull edhe në Kosovë apo diku tjetër, njerëzit kanë guxim me bë denoncim. Thot, Iliri mi ka kërkuar 1000 euro. Iliri mi ka kërkuar 1000 euro. Edhe Iliri më ka detyruar mi ia dhon 5000 euro. Edhe kur dalin njerëzit, edhe thonë, keni dëgjuar ndoshta rastin në Kosovë që arrestohen mjekët? Keni dëgjuar rastin? Sepse ka shku zotëria ka thënë, mi ka marr lek për atë punë dhe s'është dashur mi marr lek. Tash, nuk ndryshohet sistemi nëse njerëzit heshtin, nëse njerëzit nuk denoncojnë. Tash, ku është niveli i denoncimeve në Shqipëri? Denoncime nuk ka, as nga qytetarët, ka shumë pak, as nga institucionet. Nuk ekziston kultura e denoncimit. Po si ra në dorë prokurorit një telefon, po si ra në dorë prokurorit kështu, diçka rastësisht, nuk ka këtu njerëz që shkojnë edhe bëjnë denoncime. Po, ka denoncime, unë shkoj pa rregullsi, gjëra, kam fol, kam bë. Dëgjoj, çka mendon ti? Edhe çka realisht është janë dy gjëra ndryshme. Sistemi funksionon kur Albatrosi, Iliri e merr guximin edhe shkon edhe e bën denoncimin konkret. Në Shqipëri nuk ekziston kultura e denoncimit. Tash, nëse nuk ekziston kultura e denoncimit, ti nuk ke barometër faktik me cilin ti e mot korrupsionin. Pse nuk ekziston kultura e denoncimit? Sepse unë nuk e di çka ka ndodhur me këtë popull. A mund ta japuni mendimin? A ka ngel nga komunizmi? Jo, nuk ka ngel nga komunizmi. Nuk e di, më tregote. Sepse denoncim ka pas në komunizëm, ka pas denoncime që ishin gjithë ato bashkëpunëtorët e sigurimit që i kishin gjithë. Ajo, denoncimet me të futme janë diçka tjetër, por denoncimi kur shkon si palë dëmtuar. Dhe ne kemi ngatarruar një gjë, ke një të drejtë, sepse nga komunizmi. Tash nëse unë shoh që po thyet një xham, ose po thyet një makinë, apo bëhet një gjë këtu, dhe mor policin telefon, vjaj tjetër të thotë spion. Nuk bëhet kjo. Pse janë spion zvicranët, gjermanët, që tu ka bëj me kulturën, që secili qytetar është spion. Ki mrem njëri tjetrin. Po në anën tjetër Albatros. Tash ne mund të themi që Shqipëria është më keq se ne tash fatmirësisht i lirë, nuk ka më kufi,
Edhe njerëz mund dalin, le të shkojnë more, le të provojnë në Greqi, le të provojnë në Bullgari, le të provojnë në Serbi. Kanë më ballafaqu me gjëra që nëse nuk janë të njëjta me gjërat në Shqipëri, që janë edhe më të këqija. Nuk mendoj që ne këtu jemi, po i shohim njerëzit ka korrupsion në Shqipëri, ka. Jam dakord me percepcionin. Unë s'po tham që s'ka. Po unë e di që korrupsion ka edhe në Maqedoni. Korrupsion ka edhe në Serbi. Nëse mund ta marr, percepcioni është shumë i madh, por me atë që është sikur 10% jetë i vërtet është shumë. Dhe ka, pse ka? Tash po ti shohim zyrtar të mesëm. Mirë, drejt, Ilir, jeto ma lodh, Ilir, jeto ma lodh kokën me muhabete këtë kjo problemin këtë shoqëni. Nuk ndryshohet gjendja, veç duke thënë ka, duhet me tregu çka ka. Ose nuk na funksionon institucionet. Si ka me ndërtu një prokuror, një rast, si ka me denu një gjykatës diken nëse nuk ka dëshmitar, nëse nuk del zotëria edhe dëshmitar bashkëpunues ose diçka dhe thot mi ka marr Ilir Demalia 100.000 euro. Ma ka vendos lakun fyt, ka thënë nëse nuk jep 20%, edhe nëse nuk më ka, ti duhet me argumentu Po këte e ka drejtësia. Këte e ka organet e drejtësisë. Se njerëzit tu jetojnë me disa ide çuditshme se si funksionon, po unë kam fol. Unë jam jurist vetë, pjesa kryesore e një procesi janë dëshmitarët. Dëshmitarët do më konkret me veprën penale që është bë. Pa këtë është problem të sigurohet dënimi. Dënimi, se ti do më thonë nuk janë prova, mesazhet ti më thash se kontekstet janë nga më të ndryshmet. Jam dakord me këtë. Duhet me dalë zotëria i cili e pyeta këtë gjë një muhabet me njërin, tha po këtu tha ligji dënon njëjtë si atë që jep si atë që merr. Nuk është bashkë ashtu, sepse ligji të dënon nëse ti jep me idenë unë po t'jap ty, unë tentoj me të korruptu ty dhe ti e pranon korrupsionin. Dhe në këtë rast të dy palët jemi fajtor. Por nëse unë jam viktim, do më thonë unë du me bo një punë, edhe ti më bak kusht mu, se kjo punë nuk bëhet përpos nëse ti nuk jep lek, unë jam viktim këtë rast. Unë jam viktim dërsa ti je kriminal. Dhe ke abuzu me besimin publik edhe të kap. Tash nëse nuk dalin njerëzit këtu edhe thonë, unë jam konkret edhe tash si shoqëni, pastaj ne nuk i mbrojmë këta njerëz të cilët dalin dhe bëjnë këto denoncime, sepse këtu është një gjë, se kjo është shoqëni fikacaka, vjen keq kjo punë, se ne kemi kontrimëria e gjëra ne, po ne tash nëse dikush del edhe merr barrën edhe thot mu Ilir Demalia i si ministër, se tash mi përmend tjerë thonë, tu thonë e përmendni Albatrosi X-in, po të drejtohem ty, Ilir Demalia i si ministër më ka detyru kështu dhe unë jam detyru me i dhonë kështu, njerëzit thonë një gjë, budalla. Budallaj. Se shikoj me het. Ose gjykojnë për tjera dhe e shëndrojnë në delet zezët kësaj shoqënisë. Tash ku ka drejt kjo shoqëni këtu më thonë mu, nuk zgjidhen sanat me revolucione, ka vdek markuar në dalin, jo 50.000, po 1 milion e dalin, 5 milion le dalin, në fund ka me vendos kutia, kime shku në kuti, demokraci nuk ka më revolucione, nuk ekziston koha që dalin do njerëz dhe tash e marrin pushtetin dhe i pushkatojnë krejt këta të këqit, ose si kanë bën në Pariz atje që i kanë varë, i kanë hedhë në gjotina, a i ka jo ko? Mujnë me dalë dhe 1 milion njerëz në rrugë, nëse nuk organizohen politikisht, nëse nuk e kanë një alternativ, nëse nuk i voton dikush, muhabet, këtë është e muhabet. Domethënë s'ka asgjë gjë. Tash unë kam problem me këtë anën tjetër të shqiptarëve. Shqiptarët kanë qef me fol, me sha, po mas me marrë përgjegjësi. Nuk ndryshohet kjo. Nëse nuk merr përgjegjësi. Këtë e kam thënë dje Albatros, sepse edhe kjo gjendje kanë kontribuar gjithë shqiptarët dhe Gjon më të kollajt kanë me drejtu gisht sot. Edhe kush atë që kanë kontribuar në këtë keqje.
Dhe nuk është zgjidhur, kam thënë. Unë nuk pajtona që është e keqe ky Shqipëri. Unë mendoj që Shqipëria është mirë, është shumë më mirë se që ka qenë. Njerëzit duhet me harru si ka qenë Shqipëria, edhe po du me ta thonë një gjë, Ilir. Arsyeja për shembull, unë pse jam kritik ndaj këtyre proceseve që unë mendoj që dojnë me damtuar Shqipërinë, menimi jam është ai, pse? Sepse Shqipëria për herë të parë ka arë në pikën që ka një GDP të mjaftueshme, sa që me nda mjete, pa rreziku shërbime tjera, për ushtri. Për herë të parë, Shqipëria menon ka plane për me kriju ato që quhet komponenta e rezistencës aktive, që nëse ty nesër të sulmon dikush, ti ke e din njerëz që janë gjendje mu përgjigj mbrojtjet atë dheut. Ajo nuk bëhet pa lek. Nuk bëhet ajo punë pa lek. Për herë të parë, Jo mendoni që Shqipëria sot e ka fuqi nuk Sot Shqipëria ka arë në pikën që ka GDP të mjaftueshme, të ardhurat mjaftueshme, që me fillu mi bë këto investime, dhe tu i bë Shqipëria këto investime. Ka forca në këtë rajon, shqiptarët e Shqipërisë nuk kanë pas probleme me armiqt tradicional shqiptarëve për dekadat të tona. Do të thonë, përballjen e fundit e kanë pas 1945 me grekët, ndërsa veriu e ka pas me mbretnin, ai muhabet ka një shekull, e ma tepër mbretnin jugoslave. Dhe armiqt tradicional që shqiptarëve e kanë problem nëse e shohin një Shqipëni e cila po forcohet dhe ushtarakisht. Për ne në Kosovë, dhe këtu nuk bin pajtim me disa njerëz Kosovës që do e flasin për atë, për ne në Kosovë është shumë më rëndësi që Shqipëria t'jetë e fortë, t'jetë e fortë ekonomikisht, t'jetë e fortë ushtarakisht, të mos jetë vetëm logjistik si territor, po t'jetë edhe si forcë rezerve, cila nesër qënë edhe ushtare, qënë edhe mjete, edhe në animon me majtë frontin nëse serbët shmenden përsëri edhe futen luftë, sa është çështje në mendimin tim është çështje koha, jo? Ata vetëm thjesht e presin rastin, ata thonë 500 vjet e kemi. Nuk heqin dorë për asaj. Nuk heqin dorë për asaj ëndre. Për ne është shumë më rëndësi që Shqipëria të jetë e fortë. Shqipëria nuk është mirë në kuptimin si do të donim ne të ishte, por Shqipëria sot është shumë më mirë se sa që ka qenë. Edhe tash nuk mujna tash me thonë që këtu në këtë vend s'është bë kur gjë. Si po jetojnë njerëzit. Jo, nuk jam. Megjithatë ka vend për vërejtje dhe si do që ti. E mira s'ka fund. E mira nuk ka fund. Se do ta pyes në fund. Me që e përmend Albatros dhe ta thash fillim. Si e shpjegon këto njerëz që vinë nga Kosova, Maqedonia, të vetëvendosjes, po edhe të forcave tjera me flamur autoktonës, dhe më thonë, është jashtë kontekstit protestës. Protesta, në thonjë zash për flamingon, dhe tani këto vinë dhe ju jeni përkras edhe i Albin Kurtit, por edhe i Edi Ramës. Një përkras Albin Kurtit, edhe e mbështes Albin Kurtit për këto forcat vendosjes që vinë në këtë moment. Unë preka kam marrë. Unë nuk kam marrë nga Hona, dhe unë jam i lindur i rritur në Kosovë, por një pjesë të mirë të kohës, mos me thonë pjesën më të madhe të kohës, e kaloj këtu. Unë jetoj në të dy venet, edhe mendoj që është gjëja më e bukur që ka mujtë me më ndodhë më në jetë. Fakti që vi njerëz me protestuar nga Kosova, unë mendoj që nuk duhet me pasi shumë problemat punë, ku e merë, ne po jetojmë në fund të ditën, ku njerëzit vinë Tiranë edhe për me protestu. Ma imagjinohet, do më thonë, si gjë. Kjo është kulmi i integrimeve të mrenshme politike të vendit. Tash ai debati racional që ka të bëjë se a duhet votojnë, a duhet protestojnë vetëm votuesit e Republikës Shqipërisë apo edhe të tjerët, kësaj pune, unë në protest kam pa edhe një masazhere nga Indonezia, për shembull, protest kam pa njerëz Gjermanë, të huje, bëm, të më thonë, Republika e Shqipërisë në legjislacionin e vetë nuk e kufizon të drejtën e protestuarit vetëm për qytetarët shqiptarë. Secili njeri që në mënyrë të ligjshme në Shqipëri, ka të drejtë me protestu. Kjo është regulativa. Unë nuk e shoh këtë punë problem për kundrazi. Një gjë tjetër që duhet thonë është që diferencën e protest nuk e bëjnë 3 autobuda njerëz që mujnë marrë për Kosovës, diferencën e bëjnë ata që janë këtu. Ka tjetër që është shumë më rëndësi, nëse sigur ata që vinë edhe po protestojnë kundër Edi Ramës, që janë përkras të Albin Kurtit,
Edhe unë jam përkrahas se Albin Kurti të votoj vetëvendosin, po unë nuk menoj si ata. E ke parasysh tash. Mua më ndodhi dje. Po ta kisha pyetur. Po, mua më ndodhi dje, isha duke pa një ndeshje te arena dhe pas arenës rrugës, domethënë njerëzit më provokuan, ishte një situatë që duhet flas në detaje, shumë e keqe, se kam menuar një herë që mundet më ndodh në Tiranë diçka e tillë, por tash ata ka disa njerëz që e kanë atë ide që në televizor dhe në për studio si kjo jotja ti duhet vetëm të shash qeverinë dhe të jesh kundër. Po. Edhe unë mendoj që ka mjaftësi që shojnë qeverinë dhe janë kundër. Unë nuk jam njën prej tyre. Për këtë çështje dhe çështje të tjera. Sikur të vinë ai çështje që e menoj, unë e them, nuk menoj dy herë. Po për këtë çështje unë nuk mundem me dal kundër. Edhe ka mjaftueshëm të Kosovës që flasin kundër Edi Ramës, e shojnë Edi Ramën, e vinë madje edhe me protestu, unë nuk jam prej tyre. Tash unë nuk mundesh ti me implantu më menimet, liria jote përfundon në momentin kur e recenon lirinë time. Dhe Më fal, dita ndëry Maje këto liria, se ta lexova shkrimin dhe ishe shumë i saktë. po. A mendon se ne, jo vetëm ne shqiptarët e Shqipërisë, por edhe ju në Kosovë, edhe shqiptarët e Maqedonisë, a mendon se nuk e kemi kulturën për të pranuar njëri tjetrin me mendime të kundërta ose me opinione të diferencume, dhe kjo shfaqet dhe në politikë, o je kundra meje, o je me mu. Tu gabime janë bërë nga të gjitha palët, edhe unë duhet jem shumë i sinqert në këtë pjesë. Për shembull, ka autor në Tiranë që kanë sport që të thonë flasin zihet terr për Albin Kurtin, për vetëvendosjen, për qëndrimet caktuara. Përplasjet me liderët e Kosovës nuk janë të reja. Kemi pasur përplasjen mes kryeministit Rama dhe Ramush Haradinaj, që sot janë situatë krejt tjetër. Që në esencë vim që problemin e shohim që këto ka të bëj pak edhe me tendencën kush kujt mundet mi bë paternalizëm. Pas të janë bo gabime dhe për shembull në kuptimin që është një pjesë e aspektit politik në Maqedoni ka ngritë shqetësime për shembull për sjelljen e ambasadorit, Denionit e të tjera që unë në mendimin tim që ato shqetësime kanë qenë reale. Tash Denioni mund të ketë simpati për X-in, për Y-in, që është krejt normale, por në pozicionin e tij si ambasador duhet të jetë pak më i përmbajtur. Kështu që gabime janë bërë në gjitha palë. Por njëjtën kohë, unë e di që ka pasur edhe zhvillime pozitive. Për shembull, kur e kanë pyet Albin Kurtin pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, gazetari i Syrit i ka thënë, po ne e dim, ka marrë që Edi Rama ka ndërhyrë në zgjedhjen në Kosovën e Knejt, ka thonë unë nuk kam informacione të tilla. Don Albin Kurti u tregu shumë i përmbajtur në atë pikë. Kur shkoi Edi Rama në Prishtinë për një vizitë private, ja shtroi tapetin e kuqe, nxorri gardën. Edhe tash po vinë disa djemë të ri me protestu në një dalldi që e ka kap krejt Evropën, domethënë atë gjë, edhe dalin ja 3-4 eksponent që janë të Shqipërisë. Elvis Hoxha është i Shqipërisë, ta kemi qartë, nuk është i Kosovës ai. Është i njëjtë. Po, nuk është i Kosovës ai. Është ka studiu në Francë, tjera, një intelektual brenda formatit të tij, unë nuk pajtona me shumë nga mendimet e tij, por nuk mund t'i thush njëri i paditur atij. Edhe është i Shqipërisë, Hysamedin Ferraj është kuadër këtu, domethënë tash me origjinë është kosovar, por është lind, është rrit në Tiranë. Pastaj ka dhe shumë të tjerë që janë përkrahas të mendimit, të më thonë asoj e majta pak më e ashpër, cilët nuk pajtohen me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën. Tash ata që më thonë, po është vetëvendosje. Fal, po ata qytetarët e Shqipërisë kanë mendim të vetin, kanë drejtë dhe kanë atë gjë. Nuk mundesh tash ti me thonë një forcë politike që është shumë e madhe në Kosovë, që është tepër e madhe, që për 3-ën herë radha, 4-ën herë radhazi bën fitore që s'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Kosovës. Po, edhe ti të thush tash, dalin janë disa vetë se me arë vetëvendosja në Tiranë, domethënë tu shbohet, po themi është akt lufte, se vinë 200-300 mijë njerëz.
Domethënë, edhe që nuk jemi të folni për diçka të tillë. Disa njerëz që kanë bindje që përkojnë me bindjet e trive në Itali, në Holandë, kudo, se kjo është dalldike puna flamingove. Edhe ti nuk mundesh me thonë tash me bë shkrima aty, po organizon Albin Kurti, po bën anë këtë. Edhe sikur tjetë e vërtet, çfarë po fiton pi asaj pune. Domthonë pe trajtojmë Kosovën shtet armik. Po trajtojmë Kosovën shtet armik. Çfarë do të më thonë më atë punë? Unë kam bërë debate tash pra. Si me njerëz këtu, si me njerëz Kosovë, si me njerëz këtu që më thonë jo vetë vendosja, si me njerëz këtu që thonë që Edi Rama në këtë, a dini çka burra, dhe këta janë njerëz serioz, nuk janë janë njerëz që janë në pozicione, që kanë një farë ndikimi, si në Shqipëri, si në Kosovë. A dini çka burra, motra e vëllezër, Kosova, Shqipëria, e ka një marrëveshje që e kanë nënshkruar për mbrojtje, a pe prishim ato. Hajde ta prishim njerëz. Ta prishim ato dhe se krejt problemet e fundit që i ka Serbia tash që s'len e përmen atë marrëveshje mbrojtje që e ka bë Kosova, Shqipëria edhe Kroacia, krejt problemet e botës Serbia i ka me atë marrëveshje, Rusia është deklaruar gjithë. Pe prishim për atë marrëveshje, du me insistu, ta prishim atë marrëveshje dhe por rahatomi. Ta dhe por rahatomi. Por rahatomi, do më thonë, por rahatomi edhe ka. Unë nuk menoj që në të fjalimin që e mbëri, do më thonë, edhe që e përmeni Rama edhe tjera, që mu përmen këto gjëra, se në fundit nuk ka mirë, se le t'i gëzomi kësaj gjëje. Ata cilët menojnë që pej Kosovës kanë me drejtu Shqipnin, është gabim. Eja jeto këtu, përfshiu një jetën. Unë jam edhe për emigracionin. Përfshiu një jetën këtu, po të kesh pozicion, nuk do më thonë që o fundi botës. Me arë mi hargju një Kosovar, me arë në Kosovë, për Tiranë, qoftë dhe me protestu, i hargjon minimum një 300-400 euro. Po, bjen biznes. Një 300-400 euro i hargjon. Po let vjen, let rrin aty të sheshi, shkon mbrëmje, shkon të shtëpia vetaj. Ose të nesërmen shkon të shtëpia vetaj. Diferencën e bën njerëzit këtu. Jam dakord. Edhe unë nuk e shoh këtë punë problem. Ajo që ka më gëzon mu, është që kryeministri Rama nuk i ka fry mokti teli, edhe aja mendoj që edhe atë deklaratën që e ka bë, nuk e ka bë ai në atë idenë që me akuzu Kosovën. Po që jo arpuna dhe njerëzve nga Kosova tetova me ardhë. Unë e kështu e kam kuptu, edhe nuk i ranë më këtë, nuk bëhet mirë mirak të teli, për ndryshe burra, gra, ti shpallim luft një tjetrit, edhe maraja ju punë edhe u zgjidh këtë që çështje. Unë e kështu e menaj. Albatros, ju përmenet Në të kemi qarë, unë jam për krasë që Albin Kurti Kosovë, nuk bëj kompromisë. Por, ka dhe një organizim në diasporë. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë, qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Si e shikon këtë organizim diaspor për këtë protest dhe si e shikon vetë diasporan duke e lidh me atë që thatë ju që a do me ardhë me marrë vënë me hynë politikë, hajde rrinë Shqipnizët një. Edhe e kam dhe unë këtë, se unë vetëm 35... Jo, se mu më ndodhe e takova një vaj... Se i jenë diaspor, edhe duhet me të morë ty Albatros Regja, e me të pru këtu, e me të bo ministra, kryeministra, dhe kjo nuk shko. E takova unë një vajzë që kishtë arë nga Gjermania. Dhe edhe më duket është egzageru i qik roli diasporës. E takova një vajzë që kishtë arë nga Gjermania, kishtë arë me protestu, dhe shumë, më duke shumë të e lezës, me tash ministra, ta kemë ma spjegu, thash pëse kjo ardi me protestu. Para se me arë me këtë pytë, thash, sa vjet jeton ti atje? Tha, u bon, tha një 15 vjet. Thash, pëse kjo arë me protestu, thash, s'po dorohet më Edi Rama. Këtu, ka i diskrepancë, tash,
spodrohet dhe Roma, më shumë takon mu me thonë se unë e pjesën më të madhe të kohës e kaloj këtu. Dhe si sa ajo që pjesën më të donë 99% kohës jeton mirë në Gjermani. Tash. Jeton mirë e të nësiq nuk e gjim. Tash, diasporën, unë nuk jam prej atyre që tash pretendoj me përjashtu nga proceset politike në atë. Mendoj që është e padrejtë, edhe sepse ajo diasporë e mirë e keqe kontribon në mirëqenjen e këtij vendi. Ata çojnë lek, i mbajnë familjet, bojnë investime, domthonë remitancat janë një faktor i rastësisht. Pasi të qoftë, po, a vinë të premten edhe domthonë punojnë mos them në shprehje, domthonë kështu, edhe vinë pastaj i lën lek në për diskotekat e Shqipërisë, në për plazhet e Shqipërisë. Domthonë është një kontribut është për këtë vend ai. Por çështja se sa duhet tash mu përfshi në jetën politike, është nuk ka debat i ri këtu në Shqipëri, ky debat bëhet edhe në Kosovë, bëhet edhe kudo. Mendoj që si debat është debat i gabum, sa ata janë njerëz tonë, edhe nëse ne tentojmë tash me bë ndamjen mes diasporës edhe adhehut, nuk arrim asgjë, sepse i acarojmë ata njerëz, e para, e dyta harrojmë faktin që ata njerëz kanë familjar këtu. Kur e acaron atë, efekti domino shkon edhe te familjet e tyre. Kështu që mendoj që ne duhet të mirëpresim, duhet të ftojmë të vinë të rinë më shumë këtu, ta kalojnë një pjesë të kohës më tepër këtu, domethënë edhe por si angazhimin e tyre në vetvete unë nuk e shoh problem. Edhe sigurt vjen krejt diaspora, prap diferencën e bën njerëzit që janë këtu. Njerëzit që janë këtu. Tash nëse ka këtu njerëz në Tiranë, që nga përkrasit e pushtetit, të cilët fajin e gjejnë te Kosova, te Maqedonia, te diaspora, harrojnë një gjë që ata po munohen një farmenimi, në menimin tim që me mshef diçka të vetën, sepse në çdo proces politik diferencën e bojnë njerëzit që jetojnë këtu. Tash, për shembull, ne e admirojmë Fajkonicën. Po cili është ndikimi i Fajkonicës në Shqipëri? Hajde ma thuj. Cili është ndikimi i Fajkonicës në Shqipëri? Domethënë, edhe tash unë dikush thot Albatos çfarë do të thonë me këtë? Okej, them s'po them kur gjë. Pse ai Fajkonica ka qenë i zgënjymë shqiptar? Sepse ndikimin e ka pas zero baraz me Konstant. Mos ta përdorin shprehje keq. Nuk mendoj se ka qenë atje. Fajkonica ka rreth më për bashkinë e Shqipërisë. Po diskutoj, por ai ka qenë i zgënjym për faktin se ato, po të kuptimet që ai ka pas për atë për Shqipërinë nuk janë implantuar te njerëzit këtu. Këtë problem për shembull e ka pasur edhe Vuk Karadžić me serbt se ai ka jetuar në Vjenë, edhe ka thënë s'muj mi kuptu unë. Jam dakord. Sepse ka një distancë kuptimore mes idealizmit i një njeriu që e sheh atë pej larg, dhe edhe gemu, kur jeton këtu. Ka një distancë. Tash do duhet për shembull të protestën tisha në Amerikën të Shqipërisë, bo kiameti thosha. Po. Këtu i shoh kaloj për ditë këtu. S'ka ka një distancë kuptimore, por është një gjë që ata që janë jashtë jetojnë në një jetë më të mirë. Edhe vjen një kohë derisa ne që jemi këtu, më rrimë atje dhe ajo distanca kuptimore shkurtohet. Për mendimin tim, diaspora është pasuri, edhe nëse është kundër, edhe është një vlerë e këtij kombi, edhe kur është kundër, sepse ne na duhet një mendim nga jashtë. E ata janë njerëz tonë. Po sa ndikon ky mendim nga jashtë? Nuk e bën diferencën. Diferencën e bën njerëzit që janë këtu. Njerëzit që janë këtu, sepse sigurisht ashtu që thu ti, që këta njerëz, Komiteti i Stambollit, Fajkonica ato të tjerë, unë se vend diskutim rolin e tyre në krijimin e gjës. Po atë pse ndodhi Haxhi Qamili. Pse ndodhi Haxhi Qamili, e din. Ku ishte roli këtu? Po domosdoshmë sepse diferencën e bojnë njerëz që janë këtu. Njerëzit që janë këtu. Nëse ti don me ndryshu mendimin e njerëzve që janë këtu, kaloj edhe një pjesë kohës këtu. Me që jemi këtë diaspora, por edhe në brenda Shqipërisë. Ju thatë që diaspora ka një nivel tjetër kulturor në aspektin e qytetërimit jetojnë më mirë. Dakord. Por kultura vjen me jetesën e mirë. Por jo gjithmonë. Por
Se ju vetë thatë që Shqipëria sot nuk është kur thonë këto ka varfëri, kur thonë këto diktaturë. Këto nuk dinë që është diktatura, nuk dinë që ka varfëria, se vetëm shqip filmimet e fotografitë e 90-s, në vjetur me i pasur si kemi qenë, se kur dilshim nga kampet e përqendrimit. Ka thonë një mik i imi, tha kemi qenë më të zi dhe në lëkur. Në lëkur, po, e vërtet është. Edhe tashti, më thujti mu, si e spjegon kjo diasporë që duhet jetë model, se tash, unë e shoh, kjo gjua urrëties, gjua banale që kemi ne si shoqëri shqiptare, po të them këtu dhe në diasporë. Në qoftë se unë nuk bi dakord me ty Albatros, ti mos më lejo pa më thonë, e pasa ju, që këto nuk bëjnë diferencë. Pra nuk jemi gjeni me dialogu, dhe kur thu ti, diaspora ka marrë kulturën e perëndimit, si ka mundësi nuk dialogon dot. Si ka mundësi nuk pranon të ai, po ti je ti, rast jo që je pro Edi Ramës, ose i pëlqen Edi Ramës do gjona si pëlqen, ai thotë jo, litar dhe ti bashkë me Edi Ramën. Ty nonën ta bofsha ku ta keshe, ty sikur dje më the njëri me ai rrugës, ata qifsha Edi Ramën e ane, ku hirje, ku dolje, ma përmeni një shok tonin për bashkët që e kemi, ato e qujti pederaste, sënë edhe sa rusit, ta u do një gjë, thash po, okej, njerëzit të thonë. Jo, është masë e modhe kjo, hyrë vetëm shifë rrjetet sociale, ti nuk ke një diskutim. Kjo është. Ajo që ndërreni ju me drejt në artikull, ore ti ke drejt dalësh protest, ti ke drejt ta shmosh, po kam dhe unë drejtën time. Që mos mendoj si ti. Mos mendoj si ti. Momentin dhe kjo protest ka një frym përjashtuese, për gjithë kanë. Puritane. Pa. Ka një frymë puritane. Edhe ato grupet e ndryshme që s'kan asgjë të përbashkë me njëri tjetrin, se aty ke grupe pro Iranit, ke grupet që janë të afërta me këtë grupin e Fetos, Fethullah Gülenit, se nuk është e vërtet që Republika e Turqisë i ka organizuar në për xhamia, ato janë organizime të grupit Feto, dhe që kanë qëllim që me fut spican mes Ankaras dhe Tiranës. Ato më ka nga deri te grupet e marginalizuara. Po deri në sisteme që Guevara nuk kanë. Deri një tjetër ishte flamuri Izraeli, flamuri Amerikës me kryq. Po, edhe domethënë këto nuk kanë të përbashkëta njëri me tjetrin, por i bashkon kjo prirja puritane. Por kjo për mua është dishmi se këtu nuk është diktaturë, sigurisht është diktaturë. Çdo koment do përndiqej. Çdo autor komenti do ballafaqohej, do kishte pasoja. Unë habitem me disa gjona këtu në Shqipëri. Për shembull në Kosovë, ca gjëra kanë avancu. Ti në Kosovë nëse shkruan aty në komente, ky e meriton plumin lultballit, një prokuror të lajmërohet edhe të çon ty në gjykat, edhe gjykat atje kime kërku falje, kime u pendu, edhe kime pagu i gjobë, ose kime rreziku me këtu s'merret, kush ma atë punë. Edhe, domethënë, kjo nuk është diktaturë. Kjo unë kam tendencë, tu ka prirje të anarkisë. Pastaj, del në për studiet televizive. Është një frymë ignorancë komplekse. Po më me ignorancë ose diçka tjetër, kur ti bën thirrje për vrasje dhe për dhunë fizike, ajo është përgjithësi, është vepër penale. Ajo është vepër e qartë penale. Nuk ka aty hapësinë. Nuk provoj e bëjë në Amerikë, që shka ndodhë. Edhe, tash tjetra, në për studiot televizive, qka s'flitët? Kam një kolega të në tavolinë, thotë, kjo tradhtari më i madhe, këta janë kështu e kështu, qa s'flitët? Ose thirrje janë protest. Po jo, unë po flasë për studiot televizive. Shqipëria e shqiptarëve vdekje tradhtarëve. Flitet shka mas në për studiot televizive, edhe pastaj thonë këtu nuk ka lirit medias. Unë nuk di çka është. Domethënë, nëse nuk Shqipëri nuk ka lirit medias, unë nuk di ku ka. Jo, ku ka, domethënë ku ka. Del aty e Parlamenti Evropian, thotë jemi të shqetësuar me lirinë e medias. Po, hajmë ata janë idiot, sa janë ata 530 idiot. Domethënë aty që dalin ato thonë këtu s'ka kanë Fredi Belirin Parlamentin. Po janë këtu një 7-8 këtu nga shoqënia civile, se këto raporte shkruhen në Tiranë. Edhe janë metoda të shantazhit politik mbi qeverinë, edhe janë metoda se kjo shoqëria civile është një lloj mafie në vetvete, e cila jeton pi fondeve që i marrë edhe dhe gjithë të që kanë organizmat shoqërisë civile apo këto fondacione civilt gjithë janë
të pasuru me vila, me edhe sepse ata jetojnë tu e tregu një pasqyrë shumë të keqe për Shqipërinë. Edhe marrin fonde. Edhe marrin fonde pjati Babeti, edhe tash kërkush nuk merret me atë punë, drejt atyne në rregull, po Shqipëria diktaturë nuk është. Ja. Lirit medias ka sa dush. Ja. Edhe për shembull Edi Rama në mendimin tim unë s'di si reziston dhe nuk bëhen diktator. S'di si reziston ai njeri. Del aty ajo kolega jeme Jona Sidorela Lepuri, Sidorela Lepuri, si e kam bjemne, Sidorela Gjoni. Sidorela Gjoni, qka si tha kryeministrit? Edhe vazhë, kur gjo s'dodhi, ajo e bullizoj kryeministrin e një Republikës Shqipërisë, e bullizoj. Nëse gazetari ka drejt. Jo, nuk ka të drejt me bullizu kryeministrin, duhet me pas pak respekt dhe kryeminist. Duhet me pas një etik. Një etik, një respekt, duhet me pas, nuk push me bullizu ti kryeministrin, provomër ti bullizo Trumpin. Trumpi shka së thot, zdin, je debile, je kështu. Edi Rama qëndroj si një dzan, si diplinum, i tremun për profesoreshës. Thash, zoti madhë, erdi edhe kjo di që ka bonë këtë Shqipëni, ja buton. Albatros. Jo, sepse aj nëse flet, janë 100 raporte, që ky per rezikon, per bullizon gazetarën. Apo bajka gazetarja me bullizu kryeministrin. Po bajka, tu janë disa nonsense, po unë ja përkujtoj shqiptarëve një gjë. Pyetni prindrit si kanë jetu për para. Pyetni prindrit si kanë prit për viza. Pyetni prindrit si janë ballafaqur me gjona. Sot Shqipëria është, unë e kuptoj edhe një gjë, që prezi i ri edhe nuk don mia ditë, thotë unë jetoj në të tashmen. Po, edhe këtë e kuptoj. Por atëherë, nëse ti jeton në të tashmen, i dashur duhet të angazhohesh. Jo unë pres nga shteti. Këta konceptin, një pjesë e brezit të ri. Shtetis mi e punë, shtetis mi e pëte, unë kam në 35 vjetë në Amerikë, për zotë kur nuk kam shku në zyre shtetit. Dëgjoj, që dhe s'tjep shteti kur gjo. Ja. Ta ka një koncept, një pjesë e brezit të ri, e ka një koncept që këta duhet parazitojnë, edhe shteti duhet ju jap atyre. Jo, shteti s'tjep kur gjo, ka puno. Kjo kapitalizm, ka puno. Ka puno. Jam dakord me këtë. Ka puno. Jam dakord. Do më thonë ka puno. Shko marrë në përëndim. Njerëzit mendojnë që në përëndim t'i thjesht merr lek. Pse po kolapson Evropa? Sepse evropianët kanë ardhur në përfundimin që ka ardhur një kategori njerëzit që abuzon me ato përfitimet sociale, vizja demografike, që jep shteti. Edhe Evropa është duke shku, s'ka më përfitime sociale, s'ka më lek pa punu. Do diskutojmë këtë herë tjetër, Elbatros, tash i pyetja fundit. Për shkak kohës. Ke Ramën përballë nesër. Çfarë do i thonit për këtë protestë dhe si ta menaxhoj? Unë mendoj që Rama... Dhe si do dali, se që ka një gjendje, Që ka një protestë që ka morë një zotë, mos që e thashe nuk e kuptoj akoma, në Europë kudo. Tash, çfarë do t'i thonë? Dëgjoj tash. Unë mendoj që kjo protestë është kthyer një shfaqje të bukur demokracisë, sepse për sot është dita 19, njerëzit dalin, flasin, bëjnë çka dojnë, kush nuk merret me ta. S'ka polici, s'ka gazetësielës, s'ka protestuesit janë paqësor, dhe e ushtrojnë të drejtën e tyre për me protestu, shteti i toleron, madje domethënë edhe i ja krijon kushtet. Kështu është demokracia si duhet me funksionu. Në Serbi shteti i njek, i rrah, eksperimenton, bën gjitha, madje edhe me forca paramilitare, me bandita që shkojnë i rrahin njerëzit. Tu askush nuk, kjo është një gjë e bukur, e mirë. Do të thonë që Evropa duhet një ditë mja pranu Shqipënisë. E dyta një gjë do të më thonë. Kur ka protesta që e tronditin shoqërinë në rrugë, në shoqëri ekzistojnë vetëm dy lloj njerëzish. Njerëzit që janë në rrugë dhe përballen me shtetin, fyt a fyt, dhe njerëzit që kanë frikë me dalë për shtëpisë. Ne këtë frikë këtu nuk po shohim, nuk ka arsye për frikë, njerëzit jashtë perimetit protestës e vazhdojnë jetën, përfshi ata që simpatizojnë me protestën, përfshi ata që nuk pajtohen me protestën. Këtu frikë nuk ka, frikë nga shteti nuk ka. Tash, a duhet Edi Rama me nxjerr mësime? Po si e shpjegon kur thonë këto i nxorri, kjo protestë i nxorri frikën shqiptarëve? Ku ka frikë? Jo, s'ka frikë, në shqiptarët nuk kanë frikë, nuk ka... Po s'ka regjim për të pas frikë. Nuk ka regjim për cilit i du të më friku. A do të Edi Rama me nxjerr mësime? Po, por jo nga ato mësimet
që po japin disa njerëz, analista studio që jetojnë si kapitalista, që kanë përfitu për politikët jetojnë si kapitalista, edhe aty ma lujnë socialistin në studio. Nuk justifikojnë pasurinë që kanë. Po, marrën problemi... Nuk justifikojnë pasurinë që kanë i ke gjithë. Unë them jetojnë si kapitalista, në studio televizive ma lujnë rolin e socialistit, këshillat e tyne nuk duhet mi pranu. Nuk duhet mi pranu. Edi Rama duhet me reflektu mbi atë gjë, se si duhet, tash, ajo është një farloj baba i shtetit, ta qymë zhu një shprejë në Kosovën, që e thejme kështu pat keq, edhe ai duhet tash të mendoj për rob të shtëpisë. Edhe këtu do tjetë, se këta nuk janë, domethënë këta shqiptarët e ri, cilët kanë pak naci, që janë edhe produkti brezit që ata kanë, nuk janë alien, edhe me ta duhet të kesh një formul komunikimi, adresimi, edhe unë mendoj që kryeministri Rama ka thonë ne do i nxjerrim mësimet tona. Po këto nuk janë mësimet që po japin këta të tjerët, ose komplotistat e mrenshëm, të cilët zotni domethënë kanë marrë çdo gjë të mundshme nga ky sistem. Edhe tash po derdhin lot krokodili për demokracinë në Shqipëri. Edhe domethënë ka avash se është shumë më rëndësi kush e bën kritikën. Jo vetëm substanca e kritikës, po edhe kush e ban kritikën. Kështu që Rama këshillat që vinë prej këtyre analista, quj si dush, ose njerëz që vinë nga brenda edhe aty denë e tjera, nëse i merr ato kritika, lirisht le ta dorëzon pushtetin nesër. Lirisht. Edhe e dyta, Edi Rama, unë menoj ai në radhë parë është artist, dhe si çdo artist e ka atë brengën e vetë se si perceptohen publik. Edhe unë menoj që atë gjumi nuk e merr për këtë gjë. Edhe unë menoj që ai doja dal, ta adresoj atë farë energjinë kaotike, ta quajmë, e cila sot nuk qarkullon vetëm Shqipëri, ta kemi qarë, se këto njerëz e sillen thjesht që ndodhi në Shqipëri. E ke kudo. Gjithë botën, në Amerikë, në Europë, kudo. E ke kudo. Ka një krizë sistemi kudo në botë. Kudo, por për dallim prej të tjerëve, mendoj që Edi Rama është një njerëz se është artist në radhë të parë, ai reflekton, edhe mendoj që reflektimi i tij do jetë një diçka që do e çojë Shqipërinë një hap më tutje. Ta, për shembull, tu ka do propozime i lirë. Thonë, hajde tash thot ti se ndrysho kodin zgjedhor, se këto idetë e kodit zgjedhor të çarkullojnë nga Tirana, edhe shkojnë i plasojnë në OSB-ja, aneje, këndejna. Sepse ta, konjunktura që e qunë veten elit Tiranës, ka narë në përfundimin që PD-ja nuk ofron më kur gjë, që me PD-n ata nuk mujnë me arën pushtet, se ato janë konjunktura që i ngjitën pushtetit, edhe marrin, vjelin, sepse tash domethënë nuk mujnë me vjel më api këtij sistemi, edhe tash i duhet diçka re, dhe thonë tash, hajde tash ta ulim pragun zgjedhor, ta bëjmë Shqipërinë një zonë zgjedhore, le të futen një 7-8 parti në parlament, se kjo është krize përfaqësimit, kemi të pa njerëz që ndihen të papërfaqësuar, edhe tash dhe të përfaqësohen këta me një 7-8 parti, edhe tash të bën 7-8 parti të vogla me 2-3-5 deputet, këta e bojnë ligjin, sepse këta thojnë ti s'mujsh me marrë pushtetin pa mu, edhe unë i du, kaq du, e du këta, dohet qëllimi i këtyre njerëzve, qëllimi i këtyre njerëzve është me kthy Shqipërinë në klientelizëm të pastër, të pastër. Edhe shkosh më rëndësisht jam mas më ditë kush pin, kush pagun. Edhe tash kjo nuk guxon me ndodh. Nëse ju zotni menoni mu përfaqësu, mos ndohoni në 30 kampe, gjeni një program unik, bindni shqiptarët që jeni alternativa, rruga tregon, rasti vetëvendosjes tregon që është e mundur. Vetëvendosja ka nisi një parti e vogël, sot është parti dominante e konfirmuar 4 herë, e ka kundër Bashkinë Ndërkombëtare, biznesin, oligarkët, mediat, kredi ka kundër dhe ja del, rruga tregon, po ti duhet kesh qartësi, duhet kesh program, edhe shkosh më rëndësishme, duhet më ditë kush të udhëheq, edhe kush është ai që të udhëheq.
Pse nuk rëzohet Albin Kurti? Sepse s'mujsh mi thonë ti Albin Kurti të i korruptum. Nuk mujsh mi thonë Albin Kurti të është hajn. Nuk mujsh, hajdut, nuk mujsh mi thonë. Tash nuk mundet marzotni revolucionin Shqipëri. Po Edi ti thonë. Nuk mundet revolucionin Shqipëri me udhëheq dikush që tan atë mirat këtij sistemi ja ka marrë. Ja ka vjel. Domethënë ja ka vjel. Dhe padrejtisht. Edhe padrejtisht. Edhe tash për mos thonë edhe kriminalist. Edhe unë mendoj që Edi Rama është edhe viktime këtyre njerëzve. Është edhe viktime këtyre njerëzve. Edhe tash këta dojnë me ashtru rrugën. Jo, zguxon, s'duhet. Nëse Edi Rama i ndëgjon këta, ai domethënë e kthen Shqipërinë 15 vjet më parë. Jam dakord. Albatros, faleminderit, ishte kënaqësi.